9 dhjetor. 2 lloj kundërshtimesh ndaj Jezusit. Mbreti Herod, kur dëgjoi këto fjalë, u shqetësua dhe mbar Jerusalemi bashkë me të. Mateu 2:3. Jezusi i shqetëson njerëzit që nuk duan të adhurojnë atë dhe sjell kundërshtim për ata që duan të adhurojnë. Mund të mos jetë kjo pika kryesore në mendjen e Mateut, por është rrjedhoja e pashmangshme e shpalosjes së historisë. Në këtë histori ka 2 lloje njerëzish, të cilët nuk duan të adhurojnë Jezusin. Lloji i parë janë ata që thjesht nuk bëjnë asgjë me Jezusin. Ai është askushi për ta. Ky grup përfaqësohet në fillim të jetës së Jezusit nga krerët e priftërinjve dhe skribët. Mateu 2:4 thotë: Dhe mbasi i mblodhi të gjithë kryepriftërinjtë dhe skribët e popullit, Herodi u kërkoi ku duhet të lindte Krishti. Kështu ata i treguan dhe kaq. Pastaj u kthyen punës si normalisht. Heshtja e plot dhe mosveprimi i udhëheqësve është e habitshme në ndritën e madhështisë së asaj që po ndodhte. Vëre se Mateu 2:3 thotë: Por mbreti Herod, kur dëgjoi këto fjalë, u shqetësua dhe mbar Jerusalemi bashkë me të. Me fjalë të tjera, po përhapeshin fjalë që dikush kishte thënë se Mesia kishte lindur. Mosveprimi nga ana e kryepriftërinjve është tronditës. Pse nuk shkuan me dietarët? Ata nuk kanë interes. Ata nuk kanë pasion për ta gjetur birin e Perëndisë dhe për ta adhuruar atë. Lloji i dytë i njerëzve, të cilët nuk duan të adhurojnë Jezusin, janë ata që ndihen shumë të kërcënuar prej tij. Në këtë histori, ky është Herodi. Ai është tepër i friksuar, aq sa komploton, gënjen dhe pastaj kryen një gjenocid thjesht për ta hequr qafe Jezusin. Po kështu edhe sot, këto 2 lloje kundërshtimesh do të ngrihen kundër Krishtit dhe adhuruesve të tij: shpërfillja dhe armiqësia. Shpresoj vërtet që ti të mos jesh në ndonjërin prej këtyre grupeve. Nëse je i krishter, lejo që kjo krishtlindje të jetë koha kur ti mediton mbi kuptimin dhe çmimin që ka adhurimi dhe ndjekja e Mesias.